dhe nga ata që janë pjesë. Dhe vetë Sali Berisha e ka me zë dhe figurë që e quan atë nenin, e quan Neni Basha, sepse Lulzim Basha para 4 vjetësh nuk pranoi, njësoj si Sali Berisha sot, edhe Lulzim Basha atëherë tha beteja sapo ka filluar, edhe Sali Berisha sot, njësoj si Lulzim Basha para 4 vjetësh tha ne tani fillojmë betejan. Për çfarë beteje tani? Për votën e lirë. Votën. Iku 11 maj. Domethënë nuk është se jemi para 11 maj dhe të mbrojmë votën. 11 maj iku. E gjithë dynjaja qeshi para 4 vitesh me Lulzim Bashën dhe kam përshtypjen të njëjtët edhe në mos ta bëjmë publikisht të gjithë po qeshin me Sali Berishën mbas kësaj konference për shtyp. Sali Berisha Partia Demokratike ka pronë të vetë. Unë se kam pasur ndonjëherë dyshime, kam thënë gjithmonë, shkruhet Partia Demokratike, lexohet Sali Berisha. E ka pronë të vetë. Mund të qëndrojë aty në jetë të jetëve. I dhënë Zoti jetë. Mos flasim më për statut. Flasim më për vot. I dhënë Zoti jetë, u bëft 100 vjet. Sali Berisha nuk ka ndërmend të ikë nga drejtimi i Partisë Demokratike për sa kohë është gjallë. Çështja është, nuk për mua pikpyetja nuk është çfarë do bëj Sali Berisha. Pikpyetja tashmë është çfarë do bëjnë demokratët. Dhe çfarë do bëjnë demokratët, kam përshtypjen që në këto zgjedhje filluam ta shikojmë. Partia Demokratike ka rreth 170.000 vota më pak, ndosë nuk ka përfunduar numërimin, por ka rreth 170.000 vota më pak nga sa kishte 4 vite më parë. 4 vite më parë garonte e ndarë me LSI-n. Këtë herë garojnë bashkë, kështu që prezumohet që duhet kishte më shumë vota. Çfarë na tregon kjo? Na tregon që Partia Demokratike me në krye Sali Berishën nuk ka mundur të mbajë as elektoratin e vet ta nxjerrë në votim. Dhe ky është mesazhi i qartë për Sali Berishën nëse do ta lexoj dhe për çdo demokrat tjetër. Nëse Berisha do të vijojë këtë betejën që thotë sapo e kam nisur, njësoj si Lulzim Basha 4 vjet më parë, trendi duket i qartë. Mbas 4 vjetësh do kemi prapë zgjedhje dhe nëse Edi Rama ju afrua mbetet për të parë po flas për zgjedhjet parlamentare. Por nëse Edi Rama mbetet për të parë, ju afrua deri tani, po mbetet për të parë nëse do marrë 84 vota shumicë cilësuar, nëse Berisha do të vijojë të qëndrojë dhe për 4 vite në krye të Partisë Demokratike dhe si lider i opozitës, Edi Rama mbas 4 vjetësh, jo, Edi Rama mund të marrë edhe 94 vota dhe fillojë të ndryshojë dhe kushtetutën, se me këtë shumicën që po merr sot mund të ndryshojë gjithë ligjet më të rëndësishme të vendit. I mbetet kushtetuta. Shpëtuam nga monarkia e Edi Ramës për momentin. Ndoshta Sali Berisha mund ta ndihmojë Edi Ramën që me qëndrimin e tij në krye të Partisë Demokratike ta arrijë numrin e nevojshëm që i duhet mbas 4 vitesh të tjera ta kthejë Shqipërinë në monarki dhe të mbretërojë Zoti Rama, sepse aseti më i madh i Edi Ramës sot për sot duket qartë që është Sali Berisha, sidomos me këtë këmbguljen për mos të lexuar rezultatin, për mos të kuptuar, ne dinim shumë çfarë do thonte, vjedhje votash, krimi, ishin thënë që para zgjedhjeve, kështu që pritje të përsëritet edhe një herë tjetër. Blesa ka thënë dhe vetë Rama se çfarë do thonte Sali Berisha. Të vetmja gjë që ndryshoi Berisha ishte ditët. Rama tha të dielën do thotë këtë, të anën këtë, të martën këtë, po bën të njëjtën gjë vetëm se ndryshoi ditët. Nuk shpallën paraprakisht fitoren, ishin më të qetë. Po sepse ishte aq e thellë diferenca dhe u kuptua aq qartë saqë prej të hënës në mëngjes. Demokratët nuk e kuptojnë se ti the që nuk është ky momenti për të shkuar në seli, se janë ende në jo, kanë të drejtën të ndjekin gjithë procesin e numërimit votave dhe për sa kohë po numërohet ende gati në gjithë vendin, se nuk numërohet vetëm vota për partitë, numërohet edhe me votën e diasporës në Parkun Olimpik, se do shkojmë pas pak. Është dhe vota preferenciale. Ata kanë të drejtë të ndjekin dhe votën preferenciale, kështu që është e drejtë për sa kohë kemi një proces numërimi kanë detyrimin, jo vetëm të drejtë, por kanë detyrimin ta ndjekin. Nuk mund t'i kërkojmë me shakot, t'u kërkojmë njerëzve të shkojnë në seli. Dhe të shkojnë në seli për të dëgjuar Sali Berishën e dinë se çfarë do thotë. Po vetëm e thellon këtë rezultat dhe po vajte në seli nuk është se do ta frenoj thellimin. Fakti që më të votuarit mund të rezultojnë ashtu siç është thënë deri tani, Ilir Ali Mehmeti dhe Jorita Tabaku të lënë enkas nga Zoti Berisha dhe antarësia e Partisë Demokratike. Dhe kjo është një tjetër mesazh, nëse do ta lexojë Sali Berisha, është një tjetër mesazh për Sali Berishën. Po duket se kjo nuk i intereson fare në këtë moment. Po pikërisht, po e thot vetë, po e thot me zërin e vet që nuk i intereson. Ai thot ka statut dhe thot që do ta respektoj, po thot ka ca prioritete të tjera. Po për veten e tij. Pra ta respektojmë statutin, por jo për kryetarin. E ka vënë vetë dhe ka thënë Neni Basha, sa atëherë Basha nuk pranoi dhe vendosi statutin që thot ikën automatikisht. As nuk i kërkohet dorëheqja, as nuk pritet dorëheqja. Kur subjekti, partia nuk fiton dhe nuk vjen në pushtet, në zgjedhje parlamentare, kryetari ikën automatikisht. Thot Neni, të cilin ai vetë tha, këtë do ta quajmë Neni Basha. Tani këtë Neni Basha nuk po e zbaton as vetë, le ta quhet Neni Basha Berisha, sepse po veprojnë të dy njësoj. Ai nuk iku, ky nuk ikën, ai tha beteja sapo ka filluar, ky po thot beteja sapo ka filluar. Janë
kopje e njëri tjetrit. Dështimi ishte për demokratët dhe praktikisht e detyruan në një farë mënyre një pjesë Bashën të largohej, ndoshta me Berishën nuk do ta bëjnë për hatër, për dashuri, për çfarëdo lloj arsye, është punë e tyre, është punë e zyrtarëve dhe elektoratit demokrat se çfarë do t'i kërkojë Sali Berishës, por trendi me Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike për mua duket mjaft i qartë. Nëse duan ta mbajnë për 4 vite të tjera, le ta mbajnë, por le të fillojnë të imagjinojnë që tani se sa mandate mund të kenë. Nëse janë diku te 50-52 mandate në këto zgjedhje, le të imagjinojnë se ku mund të jenë mbas